Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek libri rreth grupacioneve që janë përhapur pas vdekjes Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kemi hyrë tek tema e Khawarizve, një prej grupeve që ka devijuar të partë, që kanë devijuar në këtë ummet, dhe e kemi temën tendencat dhe veçoritë e Khawarizve në kohën e sotme. Në dersit e kaluara kemi folur në aspektin e përgjithshëm rreth Khawarizve, rreth bindjeve të tyre, që kanë tekfirin, kryengritjen, trazirat e ndryshme, apo dhe tani sonte do të fillojmë në atë kapitullin tjetër që është Khawarizët bashkohor. Se kemi edhe Khawarizë bashkohor që i kanë bindjet e baballarëve apo stërgjyshëve të tyre. Neve na ka lajmëruar Muhamedi alayhi salatu wasalam për këtë grup. Na ka lajmëruar në mënyrë të qartë. Edhe ka thonë që sevap është luftimi i tyre. Sevap është luftimi i tyre. Shiko çfarë ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Me një hadith sahih, do të dalin njerëz në kohën e fundit. Do të dalin njerëz në kohën e fundit. Thot, në mosha të reja, a i keni pa të rijen, mendje cekët. Mosha të reja dhe mendje cekët. Pastaj thot, e lexojnë Kur'anin. Me një hadith tjetër, thot i kanë dhe shenjat e sejdëve në ballë. Qatë shumë që falin namaz. Qatë shumë që falin namaz. Kur ti shihni ju vllazni, ibadetin që ata e bëjnë, mjekrat e mvaja, falen sipas sunetit. Njeriu i ri, kur ti sheh, tërhiqet prej tyre. E lojnë dynjon maksimalisht. Edhe mashtrohet njeriu për shkak të disa syneteve që ata i bëjnë. Thot janë mendje cekët, janë të rinj në moshë. Mirë po thot çka, e lexojnë Kur'anin dhe nuk u kalon Kur'ani fytin e tyre. Që i bie nuk e kuptojnë. Çu ka thonë edhe Sheikh Meshuri, thot ata nuk kanë probleme me zemra. Mund të jenë të sinqert me Allah subhanahu wa taala. Problemi i tyre është në koka, me kuptimin e Kur'anit dhe Sunetit sipas selefus salih, të parëve tanë të mirë. Do të thotë çka, e lexojnë Kur'anin, por nuk ju kalon fytat e tyre Kur'ani i tyre. Pastaj thot dalin nga feja sikur qysh del shigjeta prej harkut. Dhe çfarë? Te për te e godet gjohun edhe del te për te. Për shembull gjohu është, po e zom lo pa kali ku e diun, edhe shkon shigjeta te për te del, nuk e marrin vesh. Atë çështje rrezikshme është. Tash ulemoja kanë thonë, a do thotë se çu ka thonë Muhamedi alayhi salatu wassalam, a kuptohet bukfalisht që këta dalin nga feja, nga Islami? Jo, kemi plot hadithe që përmendën dalin nga Islami, nuk është prej nesh, ku e diun, kanë për qëllim dalin prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, prej rrugës Muhamedit alayhi salatu wassalam. Më thonë çfarë? Dalin thot, çysh del nga feja, siç del shigjeta nga harku, kudo që ti ndeshni, thot vritni se te vrasja atyre ka shpërblim ditën e kiametit. Khawarizët në mënyrë institucionale, shteti i muslimanëve, nëse sheh që bëjnë dome, vrasin njerëz, si qysh kanë bo, i kemi aktuale, shteti i muslimanëve, apo udhëhecit musliman, ata duhet i luftajnë. Këtu po thot vritni, nuk po thot me shku tash ju mi vra. Apo të Khawarizh, hoxha ka thonë, unë e kam ish probleme dhe s'shkan ashtu. A i bëhet salamati sistem ashtu, nuk shkan. Se çdo herë potencoj mos të keq kuptohet, apo të po thret njeriu në vrasje për një herë, se mezi presin disa që më kanë qef. Po. Më thonë, kush e bën të? E bën institucionet. Po shikoni se çfarë shpërblimi ka. Sikur hadithi tjetër thot. Sikur thot, tisha unë në atë kohë unë do t'i vrisja thot. Pse vllazni? E kompetencë dhe më herët. Sepse këta njerëz i bëjnë mas pari qafira muslimant, i bëjnë qafira muslimant, sipas dispozitave fetare, i shfrytëzojnë dispozita tjera të fetare të xhihadit, edhe të tajnë qafira na du të mi vra, edhe i vrasin muslimant. Na mund xhihadit, na mund të luftës. Kur ti i thu, pse e bën kët? Thot na qafirat i vrasin, që ajetet, që hadithet. A realisht janë të i vra muslimant. Më ndu me pas kujdes në këtë gjë. Pastaj thot tendenca dhe karakteristikat e tyre me keqardhje filluan të duken sot.
grupet e të rinjëve. Mos u mashtroni që kanë shumë xhamat. Edhe Imam Mukbili ka thonë, unë nuk e kom gojle në atë aspektin, pse në Yemen, kur u konë në Yemen Imam Mukbili, thot jenë përhap shumë hawarijizmi dhe tekfirizmi. Pse vllazni? Sepse është tërhece për triun. Ky menheq është tërhec. Kur ai ty të flet për xhihad fi sabilillah, kur ai ty të flet për pushtetar, për gabimet që janë reale, dhe kur ta sheh Erginin, që Ergini thot sabër vllazni, keni kujdes, mos e i bëni dom veteve t'juaj, i bëni dom Islamit, thot lebe se ky se pas ka gajlën e fis. Edhe për atë arsye i riu mashtrohet shpejt. A jon anti-islamistat si ndezës të këtij menhexhi, nxitës po vallaj të partjen. Të partjen. Sa ata e shohin Kur'anin, ata e shohin fen, ata e shohin gjitha simbolet islame. Dhe i riu, nëse ka një hoqë me kësi mendime, dhe veç dritën e gjelë, i thotë, shko vraje filonin. Dhe kry puna. Kur ti i thu, për shamo se bon, pa ka thonë, pejgamberi alayhi salatu wassalam, që murtedi vritet. Ai që lefen do të vritet. Këta e murteda. Po, thua, nuk mirët më ligjin dorë, vetëm i vra njerëzit. Po, këta nuk shokje pungshtë. Para të arsye, edhe shtohet xhamatin i tëre me të madhe, po me kalimin e kohës, kur ta kuptojnë largohen prap. Shtohet, si shkuma, apo bon. Pastaj ta bod një fitnë, një sen, prap pakohen. A pet pastaj shtohen, dhe më thonë, qështu është kjo metod e tyre. Më thonë, qka të grupet të rinjesh musliman, në forma dhe shenja të ndryshme, xhamate, individe, lëvizje, thirrje, slogane, drejtime, qëndrime, të cilat premtojnë rrezik dhe paralajmërojnë për fillimin e shfaqjes së filizave të tyre. Dhe thot, mirë po thot, ulemaja dhe hoxhallarët duhet t'u mësojnë xhamatit ilaçin se si mishëru këta njerëz. Nëse nuk e mëson ilaçin, edhe nuk e përhap këtë ilaç mesin e xhamatit, ti kimi ju ekspozu dënimit Allahut subhanahu wa ta'ala. Po më tregon një hoxh, edhe kish fol me një hoxh tjetër, ai hoxha tjetër tu fol për një hoxh tjetër, tu i thon, po pse po fol ai son me senën e këtij? Dhe çka kishton ky hoxha? Ndoshta çai hoxh që po fol, Allah subhanahu wa ta'ala e bën sebeb që Allah ty mos më dënu që si të fol. A pe kuptoni? Sepse është kifaje. Nëse njoni flet vllazni, tjerët nuk flasin, hiqet përgjithësia. Nëse asnjëri nuk flet, atëherë, thot Allahu azza wa jall, ruajeni nga e keqja që nuk e godet vetëm atë që bën mizori prej jush, por edhe të mirët i kap. Është një hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, zbret me laçja, me urdhër prej Allahut subhanahu wa ta'ala me dënuni popull. Me dënuni popull. Thot për shembull dënoje Ferizajin, po e zonë. Ferizaj Prizren, Kosovën, rëndësishme. Edhe vinë me lajket, me urdhërat Allahut azza wa jall me dënu këtë popull. Edhe vinë këtu, e shohin Adonin të fal namaz, e shohin filonin të fal namaz. Me dënu o vllai sejdë po bjerë. Subhanallah. Qysh Muhamedi alayhi salatu wassalam i tha Abu Bekrit, Omerit, domethënë sahabeve, kur e pa një person duke bësej, duke fal namaz, tha kush po shkon me vra këtë person? Namaz. Subhanallah, namaz. Allahu ekber, namaz. Muhamedi alayhi salatu wassalam thot shokut vet shko vraje. Vjen sahabiu e shën namaz, sikur po themi dridhet shpata, sun e vret namaz njeriu. Se nuk është prej atyre kriminalëve që mund me vra njërin namaz. Edhe lagu jo thot ja Rasul smujën. Ky tjetri thot, unë bashkë ja Rasulullah, sikur me thonë Omeri. Edhe ky eshe në sejdë, ku me vra njërin në sejdë. Nuk jeti prej atyre që vrasish. Tjetri kur shkon nuk eshe edhe largohet, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam. Prej shpinës këtij njeriu do dalin njerëz që ju keni mi nënvlerësu namazet tuaja, keni mi nënvlerësu agjërimet tuaja, keni mi nënvlerësu ibadetet tuaja. Edhe hadithi, kudo që t'i gjini, vritni këta persona.
sepse ta shiten si shumë të devotshëm për bëjnë sherre edhe trazira në emër të dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe që kjo me laqe, qëfar bën, kthehet tek Allahu subhanahu wa ta'ala, ja Rab, ku me dënuan atë popull, thot. Ata pe adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot nisja prej atyre Allahu se gjel. Wallahi kjo është për neve mësim. Na i dim, nëse nuk flasim, ka me na kap dënimi edhe neve. Normalisht flasim me urtësi, me butësi, me maturime, e shohim kur qysh tek, ama me fol. Me fol vllazni. Me fol. Mos mja ulon luftimin në thojzat të ekstremizmit mja dhon anti-islamistave. Po une e luftoj ma mirë ekstremizmi se sa ti si anti-islamist, sepse qëllimi anti-islamistit nuk është ekstremizmi. Sepse ekstremizmi ju shqen ata. Edhe ata a i ke vret, për shembull, nëse një ekstremist e bën një vepër, ata për një herë në faqet e para të mediave të tyre i qesin, që musliman që më të bëjnë. Nëse na tërhiqemi, na i luftojmë këta, ja u prishim matematikat e tyre. Ja u prishim matematikat e tyre. Edhe qëfar? Thot fillon nga ata, sepse ata thot e kanë ditë, edhe nuk kanë folë. Dhe kjo është kifaje vllazni. Që dhe më thonë ajnë, që dhe më thonë kifaje. Ajnë vllazni është fars individual. Obligim individual. Se cili duhet me bo. Jo ti e bone tjetri, nuk ka nevoj me bo. Kush është farz ajnë? Është namazi, 5 vaktësh. Paralemrimi ndaj të keqes, nëse një unë e bën, u kry puna. Nëse me një fshat nuk ka asnjë doktor, këtë janë gjunaqçar. Nëse me një fshat nuk ka ambulant, këtë janë gjunaqçar. Nëse një ambulant hapet, u kry, bie, përgjegjësia. Nëse për shembull namazin e xhenazës e falin disa persona, bie përgjegjësia e grupi tjetër që s'janë fal. Nëse asnjëri se fal, krejt fshati janë gjunaqçar. Andaj çu bëu pjesë e këtij karvani, e këtij grupi të shpëtuar dhe palës së ndihmuar që e ndihmon dinin Allahut azza wa xal. Dhe ti për një shkak, për një rrethon të caktuar, nëse nuk mund të flet, mos akuzo tjetrin. Mos akuzo tjetrin. E kuptoj, e ki një institucion, jem mbi një institucion, në institucion, s'mund të flasësh u krypuna. Ta kuptoj, ama ti mu mos më shaj. Sa su unë ty s'po të shaj, se ty po të arsujetoj. Pastaj thot, drejtimet e xhawarizhve në kohën e sotme janë dy kategorish. E para thot, kush ecën në rrugët e xhawarizhve duke përfaqësuar ata në shtyllat, rregullat dhe qëndrimet e tyre, ata quhen si xhamati tekfirit dhe i hijrës. Ky xhamati tekfirit dhe hijrës vllazni është përhap në Egjipt. Prej grupit Ikhwanul Muslimin, prej grupit vllazëria muslimane. Këta i kanë shtim burg vllazni. Vend si shteti me marr mjetet të ekstremizmit, jo deradikalizim, se radikal më konë fe, duhet më konë radikal. Radikal është nga gjua greke rënje. Fundament, po unë jam fundamentalist. Rap, që, vetë këpë pranon që jo fundamentalist. Po, unë jam fundamentalist. Unë jam radikal në të bindjen teme, po si jam ekstremist. Më thonë, termet duhet me. E kanë fut këto në burg, a i në burg 3-4 vjetë ka qëndru, u ekstremizu hale ma shumë. Qa ki buti? Kush është ki bua? Kush i de ekstremizon? Edhe djetarë selefi. Edhe shëgjallarë selefi. Kërkush tjetër. Pse? Sa ata kanë mrapa ajetin edhe hadithin. Edhe i thënë direkt ti tu e kundërshtu Allahun azza wa xal. Nëse ti ki frikë Allahun azza wa xal, kështu Allahu nuk të ka thonë më bo. Nëse ti e ki frikë për mos me pasu Muhammedin a.s. Qaj Muhammed a.s. kështu dhe kështu të ka thonë. Edhe atër nësa është i sinqert me lejnë Allah të ajo dhëzohet. Shumica me lejtë Allah të dhëzohen. Një periud, një kohë kalën, e ki pa 3 për shamë, janë të vrullëshëm, po ma e keqë është vllazni që kalën me një ekstrem, pastaj nga ekstremizmi kalën në ekstremizmin e liberalizmit. Kretë pastaj e lojnë. Kjo është edhe ma e rrezikshme pastaj. Nësë po them këtë me lojnë, del ka mesi dikon. E dyta, thot ata të cilët janë shfaqur një ose më shumë cilësit xhawarizhve në çështjet e besimit, gjykimit, qëndrimeve, të metodave, ka disa prej grupeve që i kanë disa prej cilësive të xhawarizhve, nuk i kanë krejt, apo nuk i kanë krejt. Pastaj thot në cilat grupe njerëzish përhapen këto fenomene. E para tek të rinjët. Mas shumti që ndikohen janë të rinjët. Pse se i riu ka entuziazëm për fe.
secili le të kthehet pak në retrospektiv. Edhe le të shikoj veten e vet kur ja ka nis më fal. Kur s'ka pas dije, le ta mendoj namazet e para. Le të mendoj ibadetet e para. A thot au bre edhe një herë të kthejna në qatë ku, se qëfar imani kom pas. Po, themi, mu këthy në qatë ku, imani që i ki pas mirë është. Po imani ytë mu konë brenda kanalit, mu kanalizu. Jo me dojnë jashta kanalit. Në ato momente ti, kur e kon i ri, me të pasor një hoqë, me thonë qiti bombat në trup, a i kishe bo, vallaj i kishe bo. Ne më dini dhe kishe bo. Pse se ki pas iman shumë të fuqishëm. E në qëto momente duhet me lujtë rolin konkret hoxha dhe djetari. Me rujtë rinin. Me rujtë rinin edhe mi thonë direkt, ty ka me dënu Allahu subhanahu wa ta'ala që jetu i bo këto veprime. Që a i mutut prej Allahu të zgjelë mësë mi bo ato veprime. Po fatkecia është kur shkojnë të disa thirrsa që i nxisin këto gjëra, që tu është domi pastaj më i madh. Çto është domi më i madh? Dhe pa përvojë, thot. E dyta, në grupe intelektualesh dhe thirrsash të dal nga specialitetet shkencore dhe letrare, të cilët kanë kapur flamurin e thirrjes islame, të dhënë pas fes, por e shëshuar kjo me të kuptuarit e pak të saj. Fatkeqësisht vëllezëni, monin mend. Apo hini, ulumtoni, gjitha grupet, këto grupet ashtu quajtura të xhihatit, mbrapa tyre qëndrin njerëz që nuk janë dietar. Njëri ka kryer butësin, tjetri ka kryer mjekësin, për shembull Dhawahari, zëdhënësi i Al-Qaidës, doktor është. Doktor i mjekësisë. Nuk janë ule alima, nuk janë dietar, nuk shquhen që janë ul para dietarëve, ju që shpo uleni, me marrë një libër deri në fund me qu, bile, thuhet subhanallah Abdullah Azami, Allah më shiroft, rahimahullah, Allah fal, ka shku te Shekha Albani me marrë dije. Edhe ka qenë shumë i butë, subhanallah, thot Shekha Albani. Edhe thot e mirë keni letër, thëje me laps, qa që koni i asi, apo i kujdesshëm. Edhe kur erdh një ku, erdh një temer për Sejt Kutbin me fol. E Sejt Kutbin e kritikoj Shekha Albani, tha që gabim që tonë e këni, tak, i kipi dersit. Mo nuk po vjen ders te Shekha Albani. Pse se ja ka pret këshehun. Edhe u largu. Si të largu është për ulemave, ty të kapin pasaj grupet e ndryshme, edhe devion nga feja Allahut subhanahu wa ta'ala. Dietarët thot, dhe nxënësit e dijes se ti dalloj Allah me dijen fetare punën, me të dhe forcën dalluese në dave që ti zgjedhin këto çështje me dije dhe me urtësi. Ata janë vllazni. Kur mos menoni edhe në thonë që ata se flasin hakun, ata i shikojnë gjitha rrethonat pastaj flasin. Na lete kemi të me folë. Kreti shikojnë i pysin. Qysh është tek anikni, pastaj japin fetva. Jo që tutën. Ti s'po tutesh, ai po tut. Ti s'po tutesh, ai s'po tut ka. Ai pe bëj ka për shkak tutës nuk po flis ka. Po dhaj ka iman vëlla. Nëse ti s'tutesh, asaj nuk tutet. Por sa ai mendon më larg. E den ka përvojë, çka me fol, çka mos me fol. Në herë lejohet me fol, në herë nuk lejohet me fol. E ti e shes si çfarë? Si është si kompromis, si lëshim, si tolerancë, si ku e dione s'po fol, anikni, pitutët kësaj, pitutët asaj, jo, nuk është çështje. Pa i den më larg mendon se sa ti. E dyta thotë të tjerët përveç tyre që gjenden në pararojën e të rënjeve dhe davës që kuptojnë ilaçin e këtyre fenomeneve, sipas këshillave të dietarëve para se të jetë vonë. Është një thënie mjekësore shumë e mirë. Ma mirë është paralajmërimi preventiva se sa shërimi. Preventiva profilaksa se sa shërimi. Subhanallah, kur dul Covid-i për shembull, ato ditët e para, çka bëjshin? 3-4 vjet e lokalizojshin për një. Edhe në 3-4 muajt e parë shumë mirë u kon gjendja. 3-4 muajt e parë. Si janë shumë, au për upgrade. U bë kredi u bë. Duhet mu lokalizu e keqe. Çfarë do qoftë? Qoftë e grupeve, qoftë e gjunave, qoftë në përgjithësi. Duhet mu lokalizu. Ato që ka e kim përgjithësi, o vëlla. Fol ato që ka e kim përgjithësi. Ato që nuk e kim përgjithësi, mos fol. Fuqi ekzekutive nuk ki. Po thjesht ki me fol. Me paralajmëru, me fol. Mi ruj 3. Ruj vëllai jam edhe kryp puna. Mande e merr se merr puna ti është. Çështja tjetër
Do më thonë qëfar? Thot para se t'jetë vonë, se kur të përhapët, pastaj mo, dhe para se të konfrontojnë këto probleme, ai që nuk i një ilaçin ose nxit përhapjen e problemit, siç ka ndodhur në disa vende të muslimanëve. Pse themin o vllazni protestat janë haram ndalume? Sepse aty kur të futet në protesta nuk mundesh me nal masën mo. U kryj puna. Aty ka shërbime të ndryshme që futen brenda dhe e ndrojnë kohën e protestës. E ndrojnë. Ti e bën me një qëllim të mirë, edhe dikush para më në ti e pasuesi sunetit, sen, anikne dhe pëdu një protest me më bukur. Veç të ashtin shërbimi sekret aty me flamur në ISIS-it dalin. Fop. Qa bën? Ndryshohet kohja. Ndryshohet kohja. Pastaj, ti nëse prej pushtetit lypish në përmjet protestave, pushteti stjep, zdo me një heqë. Qka është faza dytë? Mi bloku rrugt. Apo? Se së s'pongon pushteti. Me zor ti po lyp, apo? I blokon rrugt. Kur ti blokon rrugt, a kanë me i policia? Qaj polici që është musliman 5 vakte, qa kime boti ata? Qafir kime bo? Pse? E lidh. Tha qëre, ky po mësullimon mu. E une pe lypi fin. Po mirë. Po jo me metoda ti me bloku rrugën, Allah. Nuk blokuot rruga. Pas asaj, pas taj qka? Vino armat. Vino armat. Pas orëve qka? Luft civile, edhe vllajnë e mbyt. Larë, po shkë ishti. Po larë, po shkë se qështu kanë qenë pra mëjë arabe qështu, po. Me qëto sana, po. Edhe u dëmtu, ma shumë muslimat janë dëmtu. Pastaj thot, shkaqet kryesore që kanë nxitur shfaqjet e havareshve në për çdo kohë. Dia pakët në fe ose marrja asaj jo në rrugën e duhur, kjo diskutohet. Të tepruarit në fe, të ngarkuarit e vetes me çfarë nuk ka mundësi ta mbaj. Lajam, ato që ki mundësi me bo bëje. Ato që s'ki mundësi më se banë. Po më shkruan dikush ma herët, që tërë kur ke nga në Palestinë, që ke sulmet e cionistave, që ke në jahudive, tha nuk po mu i mi këqyr videot, edhe tha kum ronë depresion, tha. Tha s'po mu i me bo kur gjo, unë e kom përgjësit e ka Allah. As po në dhem në i zemra, vallaj vlazni, kur i shot disa vlazni, kur ju themi na, për shembull bëni sabër apo ku e dione nuk kemi ndorë kur gjo me bo, edhe mu qumë në akuzu me thoni ju jeni me jahudit, vallaj të mirë të merrave është kjo. Nuk mundën një musliman besimtar që ka pak iman në Allahun Azza wa Jall, mu knaq me ato veprimet të jahudive që në të bënde muslimanve. Vallaj përveç se një zemër e smur që akuzon vllaznit ton selefi. Me thonë djetarë selefi se kanë gale, po çka kanë dorë o vllota? Çka kanë dorë? Çka kanë dorë? I thot pushtetarit qëre, bën diçka, ai thot vallaj rrethonat janë s'kam e kam mbrapa një shtet fuqishëm të madh, s'kam çka më bëj, çka më bën tash? Edhe tash më akuzu dietarta, më akuzu xhallarta. Ma thon duhet me pas kujdes. Çdo njeri që ka pak pik imani kur i ka pa ato videot, vallahi i dhem zemra. I dhem zemra dhe s'bën me besu për vllahun tond që nuk bën dua për ata vllazni dhe ato motra që po tmerrohen atje. Duhet më kon zemrën me pas zi, katran me pas, mu qu edhe me mbrojt një pushtet aty që e në të buzullon. Edhe me thonë, jo, valla, na pas ka pranu, jes na pas ka pranu. Me hinë qëtë kontekst me hinë kështu. Pastaj thot, gjelozia pa e kuilibruar për fin, emocioni, pa dije dhe urtësi, kjo zatën tek të rinj është, kjo është prezente. Gjelozia të prume ndaj fes, nga gjelozia të prume qa bën? Del pastaj jashtë normave islame të larguarit ndaj dietarëve, mosmarrja e dijes dhe shembullit prej tyre. Normalisht kur ti akuzon dietarët, Allahu xhel, pastaj ta hik mundsinë që ti më marr prej dietarëve dije. Nuk merr më prej dietarëve. Pse? Se ti lloj-lloj akuzash ki ndaj dietarit, edhe kur ti ato lloj-lloj akuzash i bën ndaj dietarëve, thu që ai se ka frikë Allahun, ai s'po flet, edhe unë nuk marr prej filën dietarit, edhe ti bosh vetë dietarën thojza edhe jep fetva të dukurit me dije dhe të vetë mashtruarit fatkeqësisht, apo më thonë i bëjnë njerëzit e ditur pa u konë të ditur. Pa u konë të ditur, mosha dhe përvoja vogël si shtam përhapja haramit, fesadit, padrejtësisë në shoqëri dhe lënia apo neglizhenca urdhi për të mirë ndalimin nga e keqja, kjo është edhe indinjata ndaj realitetit dhe njerëzve që jetojnë në të, sfidat, provokimet që bën armiku, këto janë nxitësit kryesor të
tekfirizmit, apo të havarijizmit, apo të ekstremizmit. Këtë që të organizata. Vëlla, unë që të kretve juve pjë thamë, nëse e shihni dikone, për shembull që e shanë fin, apo që kallë Kur'anin, apo ku kretve une mujmë ju thonë dhe ju thamë, kini kujdes, lajmëroni, policin, senën e këni, ata marrin përgjegjësinë tek Allahu azza wa jall. Ama ka të ri që janë entuziast ku ta shohin që e kallë para syve Kur'anin nuk mund me bajt. Përgjegjësia është te ti, jo s'është te unë nuk është. Unë i them mos e bën, ki kujdes. Mirë, po përgjegjësia është e atij. E më konkretisht përgjegjësia është e institucioneve që nuk mirën me ta. Që 2 vjet në të ditë tu e shojt fin, ata nuk mirën heq. Nuk di unë apo mirën as po thënë që po mirën, nuk e di po ta shohin përfundimin. E nëse këta nuk mirën, institucionet nuk mirën, këta veç e bëjnë si të normalizuar atë çështje, atëherë ti sa dush foli trinjeve, thotë unë për çat Kur'an po jetoj bre? Haj po ma shanë mu përpara Kur'anit, ti po më kallëzesh sabër me bua. E kush të përgjësia e institucioneve. Ata duhet minal këto. Vallahi për 24 orë më minal. Që shinale njësisin? 150 vet i arrestuar për një ditë? 109 vet, 150 vet në prizani i arrestuar për votime? Kur tonë shteti mundet. Mirë, por nuk përbajnë. Edhe do mi shkaktojnë. Po i njëri u qu, po shkavi hini bre, subhanallah, hiç që nuk e bën, për shembull ato anti-islamistat, shkavi hini dhe ta qet kokën e derrit midis xhamis. Ose hin xhamia dhe shkel Kur'anin apo ta nënçmon. Po njëri aty u qu dhe boni naj skandal boni. Ku përgjithësia e kujt është këtu? Pastaj përgjithësia jeme nuk është. Se unë nuk më thonë zbën me bo ato. Edhe e gjykoj në mënyrë të prerë që zbën mi bo ato, kretë vllaznive i thonë, i boni dom islamit me bo si veprime. Por se i riu, në ato momente i hub kontrolli. Edhe përgjithësia bie mbi ata që e kanë ligjin dorë. Edhe ata duhet minal këto sene. Sepse të kundërtën, ne nuk kemi përgjithësi. Pastaj thot, indinjata, marrja e dijes nga të padijshmit, kur të gjenden këto shkaqe e të tjerë si këto, apo shumica atyre, atëherë krijohet terren për shfaqjen e xhavarixhve. A peshini, çfarë po bëjnë? Ju kur gjos po bëni? Shkone, që ti po më lidhën e të filan vllau, e di une, për fik, për namaz, për ujna, abdest, sen, kur gjos po folni, qërata po na shajnë, duhet me fol, s'po bëni kur gjo, s'po ndërmirni, e çka me bu, që ato çka e kemi po flasin. Qa kemi mundësi e bëjnë? Ditën e gjykimit kanë me dhonë llogaria ta, që nuk i ndërmarin këto dhe më thonë kundër tyre, dhe ka që krybuna. Pastaj thë kjo sidomos kur këtyre shkaqeve i shtohet pakujdesia dhe mangësia udhëheqësve, dietarëve dhe nxënësve e thirrësve islam. Shkaqet e shfaqjes së xhavarixhve apo disa cilësive dhe vërqërive të sotme e të tyre në kohën e sotme. Në një është largimi shumicës së muslimanëve ndaj fesë së tyre në besim, ligje dhe sjellje. Largim që nuk ka ndodhur ndonjëherë si ky në historinë islame. Kur largohen njerëzit, tash vllazni, ai për shembull po rrin me një ambient në xhami, më thonë me një rreth familjar ku i ka besimtar, edhe kur po del rrugës, kur pishe haramet, nuk po bën me bo sabër. Po do me ndryshu diçka për 24 orë. E s'mundesh. Muhamedi s.a.s. Kurani ju zbrit për 23 vjet. Ka pas idhuj për para Allah. Ka shku me bot davet e kanë gjakos Muhamedin s.a.s. Ka po sabër. Njëta gjuhë, sot nuk e kemi, elhamdulillah këtu. Po flasim në Kosovë. Sot 5 vakti falet, elhamdulillah, ezani thirret, kërkush nuk të pengon me namaz, me agjerim, me zekat, shkon organizon hax, umre, kreti bën, kërkush të pengon. Kur ne Muhamedi s.a.s. ka pas probleme? Të kanë luftu direkt, tash nëse flet dikush s'ki çka me bo vlla. Vetë disa e mosën, puna me lehtë Allahut, ato çka e mbjellish ke me kurr. Thot Allahu subhanahu wa taala, e kush ja kthen shpinën udhëzimit tim do të ketë jetë të vështirë. Nga shenet e këtij largimi mund të përmendim shtimi i bidateve edhe i besimeve të kota, e përpasoj përçarja, grupet, devijimet, kontradiktat dhe konfliktet në fe. Nëse ti vllai jam apo ti hoq, i bën bidatet,
i mushëm me bidate, me tyli farë gjëra të kota, ti kimi ja qelë derën, nëse ti hoq, i mushëm je me bidate. Mi është me tyli farë gjëra, me vlyde, ku e di une, me tyli farë lloj bidate, do thot përhapish në masën e gjërë të muslimanve, a i riu ku të she, që po mirësh me tyli farë bidate, ka me shku të një hoq, që çato bidate nuk i banë. E thot, kjo është sunni, kjo është në sunet. Ti jetu bo sebeb. Ti jetu bo sebeb. Largoj mu ato bidatet, mo, den babaden që i kanë bo. Ktheu pak sunetit pejgamberit a.s. Sepse ti po bosh sebeb, a i me shku të një hoq, që ka mjeko, që ka sunet në aspektin e jashtëm, edhe thot, kjo ma i mirë se kë. E shë hoqën kërkun sështë me sunet, le që sështë, po edhe lufton sunetin e Muhamedit a.s. E vallahi ti ja ki qel derën me shku të një hoq, i cilin pamjen e jashtëm është me sunet. Pastaj në akide, pastaj në çështjen e besimit, a i riu nuk e den. A i riu është entuziast. Çështja tjetër, thot, largimi nga rruga e të parëve tanë të mirë dhe ignoranca në të është, ose urrëtia e asaj, ateizmi i qartë në shumicën e vendeve muslimane, i cili ka çuar në largimin nga rruga e Allahut dhe gjykim me ligjet e tij, shfaqjen e dyftërsisë, rrymave të humbura, urrëtien ndaj fesë, gjitha këto e bëjnë që i riu mu ekstremizu. Kini pa për shembull ISIS-i kur u përhap atëherë, thëjke hajdeni bëni hijret tek ne. Atje pju luftohet shamia, nuk pjulon në për shkolla shamin, nuk pjulojnë fen, po ta luftojnë fen, shteti ku gjës po bën. Apo kupton ku e kapa, i sentimentin e fuqishëm e kap. Ti si shtet, ti si shoqëri, du të më mësu këto gjëra. Nëse ti e godet në direkt e fen, ti kundër efekt kime pas, o vëlla. Unë se kom atë kundër efekt, sepse unë i di këto lojna, edhe i di këto gjëra, po triun ti sune nalë. Sepse krijon kundër efekt. Andaj shteti, institucionet kur dojnë me rujt këtë vend, duhet këto sene, duhet me imësu që mos me pas ekstremizëm të dyant. Qoftë ekstremizëm nga radhët e muslimanve, qoftë ekstremizëm nga radhët e katolikëve, komunistave, ateistave, ku e dione. Pastaj thot kapjen pas sloganeve dhe parimeve shkatrimtare si dhe pas mendimeve të importuara. Të gjitha këto e nxisin xhelozin vllaja e trinjeve musliman. Dhe thot për fenë e tyre kur nuk duket asnjë përpjekje serioze për ndryshim, ai thot unë e marr Bajrakin. Edhe unë du me ndryshu. Nëse ti s'ndryshon, unë e ndryshoj. Ai e ndryshon mënyrën se si e bën, edhe bën dome më të mëdha. Para mendoni vllazni, subhanallahu, veç mendoni pak më larg. Tamam fokusi është tek anti-islamistët. Edhe po shkon rrugën e duhur që njoni boni thirrje për shfarosjet muslimanëve ku e dione, edhe tash fokusi është tek ai. Veç para mendon një musliman me boni vepër, një skandal me bo. Harrohet kjo. Kret fokusi pastaj është tek muslimanët. Harrohet ajo. Andaj na duhet më kon të mëshëm. Na du të më konë të meqëm dhe të matun. Tash, ajo vigilenca jonë nuk do të thot që mos më reaguna. Na kemi reagu. Bile qatë shumë po reagoj në herë për anti-islamistat, po thomë, ti përbjëm të reagu, gjdo postim gati veç për anti-islamistat. Më thonë qëfar? Me reagu në dyshimet e tyre, po me reagu me maturi, me rujt musliman, mos me bodome. Sepse këtë fokusi ndaj anti-islamistave që është, kthehet me njëherë tek muslimant, edhe harrohet pastaj e fokus. Andaj rune veten maksimalisht. Rune, kujtoni mirë, sepse i bëni dom edhe vetës, edhe muslimanve, në përgjithësi edhe i bëni disa vjet më kthyna mbrapa. Më kthy mbrapa. Pastaj thot, rënja e shumicës së muslimanve në mosdhënien e hakut ndaj Allahut, kryerjes së harameve, dobësimit të shenjave të devotshmërisë, lënia urdhi për të mirë, ndalimin nga e keqja, neglizhenca ndaj tyre, këto e bëjnë që unë du me bë urdhim për të mirë, ndalim nga e keqja. Pastaj, përhapja bashkë poshtë, subhanallahu, si vjet, edhe shumë pëlqej. Si vjet për shembull, Bashkia Islame nuk ja ka urru Krishtlindjet i Peshqis. A keni pa hyni në Bik. Kur i thash disa xhallar tha po, që në Bik. Edhe kjo më pëlqej. Shaj 2 vjet ti,
mrapa anti-islamistave dilin foto me ata, e unë ty me ta urua, që sipas fesë lejohet, po këta e kanë uru nese. E kjo është e mirë. Kjo është e mirë. M'ju kallëzu që ju 2 vjet po hedhni vlerë ndaj islamit, e sot unë e ty me dalë dhe me thonë, ti e vllai jam, ti kështu ti është. Jo, se edhe ju jeni mrapa tyne. Se mos më konë mrapa tyne kishit dalë një fjalë kishit folë. S'paku me thonë, na nuk i përkrojmë këta. E na për i sisin, kur duli sisi, na të ditë të folë, tu tërhek vrejtjen, për kundër asaj që ne tërheqnin vrejtjen, prapa ta thonin, Bashkia Islame i ka fajet, hoxhallarët i kanë fajet, pak po flasin, ju, ku është? Që njëri po donë me na çfarros, piqet xhamiat, me zjarë aty, pe krahason xhamit e djegura në Iran me Kosovën. Pse ti nuk dalish me folë kundër ti? Ose je direkt mbrapa ti kështu, ose je përkrahësi ti. Dhe s'ka ndryshe, s'ka të tretë. Pastaj thot, përhapja padrejtësive në gjitha format e saj, individëve, kombeve, sundimi jo besimtarëve, thot ateistëve, idhujtarëve, gjitha në interesat, kundër interesat muslimanëve, ndërhyrja në çështjet e vendeve islame dhe kombeve të tyre nëpërmjet pushtimit, të gjitha këto gjëra e bëjnë që mu kriju organizata të ndryshme ekstremiste për, do të thotë, pse vllazni mas shumë ti ki ekstremizëm në Evropë për muslimanëve? Sepse ata e nin vetin jetim atje. Nuk kanë dietar, jo, edhe nin vetin jetim. E shohin në mënyrë perfide sulmot islami, edhe ata dojnë me kallëzu vetën. A ki po për shembull shqiptar që në Amerikën, në Evropë, veç me Shqiponia lëvizin. Pse se e nin si në lloj vetin si inferior, dhe me konë të arruj temën. Që ashtu të da muslimani e ka. Edhe ku ta shi aty në tanaon sulme, anë i këni, edhe këtë donë me rujt vetën, po e runë vetën ma mirë, shkajde në vendin tëtë, jo atje. Edhe thot lufta kundër të kapurit për fen dhe punës me sunet, shtrëngesat ndaj atyre që bëjnë punë të mira ndaj dietarëve dhe urdhëruesve për të mirë e ndaluesve nga e keqja, ndërsa nga ana tjetër mundësimi dhe ndihma e të prishurve dhe ateistëve, gjë që konsiderohet nga provokimet më të mëdha. Ignoranca në dijen fetare nuk diskutohet. Kjo defektet mënyrën e thirrjes, shkaqet e shfaqjes së avarishve të disa grupe është pretendimi të pasurit dije në kohën kur ti gjen ndonjërin prej tyre se nuk njeh as bazat e fesë, vallai nuk i njeh. Ku pas një rast para disa vjetëve thirrës në çdo grupe, që tash edhe tu bu tekfir, çafir tu i bë musliman. Kallëzomi në llojet e kufrit, thash. 6 llojet e kufrit kallëzomi, s'dike me ti kallëzu llojet e kufrit, valla. A thirrs hoq, pretendues hoxhallëku. S'po din llojet e kufrit me ti kallëzu e ti mu po mbon tekfir. Kjo ta trazojnë trunin, ta trazojnë ta njerëz. Këne është i lirshëm me bo qafira muslimant, ka do, në anën tjetër nuk i din llojet e kufrit. Ku pëtën ti? Ku pëtën ti me marrë dije për këtyre? Pastaj thot, rregulla dhe bazat e fesë nuk i din ose kanë dije të pakët, pa baza, kritere, mendim të qëndrueshëm deri në takimin e radhës me kategorinë e parë, e cila është xhamati i tekfirit dhe hijrës, që është përhapur siç tham në Egjipt, edhe pastaj ka vazhdu kështu subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu ju shpërblet.